Takimin e radhës elektoral, drejtuesi politik i Partisë Socialiste në Vlorë Bledi Çuçi e bëri në Novosel, ku bashkë me kandidatët për deputete Visallushi dhe Pirovëngu kërkuan mbështetjen me votë në 11 maj. Me bërjen e aeroportit, kjo njësi administrative, tha Çuçi, merr një perspektiv krejt tjetër, teksa përmendi dhe disa nga investimet madhore që janë bërë këtu në infrastrukturën e mbrojtjes nga përmbytjet. Ju do jeni njësi administrative mbas rinasit e dyta në Shqipëri me aeroport ndërkombëtar. Morën premtimin e fundit nga kryeministri vetëm përpara një muaji për rrugën nga aeroporti deri ke stacioni. Në 11 maj ne duhet votojmë Partinë Socialiste, jo thjesht për atë që po bëjmë, por sepse do t'jetë mandati ku Shqipëria do të bëhet përfundimisht pjesë e Bashkimit Evropian me të drejta të plota, një shtet në familjen më të pasur dhe në familjen me vlerat më të larta të civilizimit njerëzor sot, që është Bashkimi Evropian. Dhe kjo është bërë mundur vetëm nga Partia Socialiste dhe do të bëhet realitet në mandatin e ardhshëm vetëm me Partinë Socialiste. Mëteja i vlerësoi listën e kandidatëve të Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës, një listë përfaqësuese dhe që plotëson çdo shije dhe kërkesë të elektoratit vlonjat, tha Çuçi. Sot jemi këtu në Novosel me kandidatën që ne kemi caktuar për Novoselën, me Visin, e cila na bën shumë krenar ne që e kemi në skuadër, ju bën ju që ju përfaqëson, edhe do ju bëj edhe më shumë, siç e tha vetë. Edhe nëse s'është parlament, edhe nëse është parlament, do t'ju bëj krenar sepse do vi dhe do jetë këtu me ju për gjithçka që ka biseduar në këtë muaj të fushatës elektorale. Në 11 maj ne mbyllim përfundimisht kapitullin e tranzicionit të stërzgjatur të Shqipërisë dhe hapim një kapitull të ri të Shqipërisë europiane.